Rreshtit intensive të ditëve të fundit që kanë rritur nivelin e ujrave kanë përmbytur banorët e lagjeve të fshatit Mrostar të komunës me të njëjtën emër. Banorët shprehen se megjithëse përmbytja është në nivele më të ulta se në vitin e mëparshëm, ajo ka krijuar shqetësim dhe angst tek ata për shkak të eksperiencave negative gjatë atyre viteve, si dhe për shkak të mungesës së sigurisë për periudhën në vazhdim. Po na jun ujë brenda, i kemi shtëpi të ulta. Po na jun ujë brenda në shtëpi, kemi fëmijë të vegjël, lagështi e gjallë. Ço pun bet në behavës, bet tani ndimër. Po mirë vjet apo si vjet? Një lloj si vjetë, sa vite ka kaluar neve kështu kemi jetuar. Ndërhyrja me punime e komunës, mendon se do t'ju sistemon? Po tash neve nga ata i kemi shpresat, nga ata i kemi syt. Kemi vajtur, jemi ankuar, ja vinë ata, po ç'a do bëjnë? Do bëjnë behak to, po s'bën tani. Ç'a do bëjmë neve? Ç'a po punoj, si ka lënë ai pari. Si ka lënë ai pari, ashtu ka ngelur. Po ne po shohim sklepin e komunës. Po sot e solli ai se sot u mbyt njerëzit. Kjo gjendja më e rënd. Ka rënë nga ditë tjera, po jo kaq fare. Vjet më keq apo si vjet? Po si vjet, ja siç ka qenë ashtu është, mos ka qenë, çka ka ndryshuar, asgjë s'ka ndryshuar. Siç ka qenë ashtu ka qenë. Keni shpresë do të rregullohet? Po si do të rregullohet se neve përderisa kemi kryetarin e ri do ta rregullojë se s'bën. Më problematike është lagja që po punon ekskavatori këtu, në këtë lagje. Gjendja që është kanali këtu, që ekziston këtu para shtëpisë time, është një gjendje shumë të mirë dhe heq ujë, komplet lagjes që vjen ujrat e shireve nga kodra, gjimblidhe nga kodra dhe ullinjve, edhe që heq ujë ky kanal, funksionon. Kush e ka bërë këtë kanal? Këtë kanal e kanë bërë kryetari që ka pasur Vajt Baqa, që pati radhën e parë. Jo, ka qenë punimet që kanë bërë radhën e parë. Edhe nuk janë bërë edhe punimet shumë të sakta me këtë kanal. Janë shembull nga... Vjet ishit më keq apo si vjet? Si vjet jemi më mirë. Vjet ishim në gjendje shumë të rëndë. Prandaj ka ndërhyr komuna me të... Ndërhyr komuna që pastrua kanali këtu, u mirëmbajt, u bë, edhe gjendja tashi është çik më mirë në viti që shkoi. Ushtrua gjatja, pastaj u vun këto. U vun këto, pastaj ushtrua gjatja, ushtruti tashi kur sa ky sipër asada. Zdoj sipër Mercedes. Rruga është mbi nivelin e shtëpisë. Mbi nivelin e shtëpisë. Po pse ta funksionojnë? Po funksionon ajo ujë tashi tekin ujë të shiut ajo pa ujë të gjatë që grumullon këtu. Se kur është ujë pse që bie me vend, do ikin. Ja, pse sikin ai, ja. Mos jam të kur. Si vjet është problematika apo vjet? Si vjet është më ters edhe unë kam thënë çdo një. Si vjet do jetë më problematik, po rashiu kështu. Kryetari i komunës Mrostar Gzim Dhima, i cili ka drejtuar operacionin e marrjes së masave nëpërmjet hapjes së kanaleve shkarkuese të ujrave në rrugët kryesore të lagjeve të përmbytura, për të vetëm arsye atë të mos funksionimit të kolektorit të shkarkimit të ujrave të zeza, për të cilat sipas u investuar disa vite më parë, por që vazhdojnë të jenë jo funksionale, gjë e cila po sipasi bën të mundur shkarkimin e ujrave të bardha dhe të zeza në rrugët e fshatit. Këtë fenomen janë disa punime ose fenomen të mbartura, e kemi ngritur zërin që se kemi filluar punë në këtë komunë. I kemi dërguar shkecat herë mbas here, ju jeni qenë koshient për këtë punë, edhe ja ku na doli tash problemi për përmbytjen e Mrostarit. Tash siç e shihni, kjo është procedura ku firma ka hapur 3 herë, ka prishur edhe 2 herë kanalin që ne kemi bërë me tarot e komunës. E tash ne kemi futur një pompë që kemi blerë me tarot e komunës, kemi edhe 2 pompa të tilla dhe nuk është e lejueshme, kemi vërtet edhe nga shteti publik edhe banorët janë drejtuar se ujrat e zeza që kalojnë në kanalin si fajsor, kalojnë me fshatit, e shikoni është katastrofë. Tash e shikojmë që janë disa fenomena mbi natyrshme që ne s'mund të dalim dot ballë. Megjithëse kemi marrë masat me mbasit e komunës, me fadron me këtë dispozicion, kaq se do arrijmë, jemi në shërbim të komunitetit. Nga ana tjetër, përgjegjësi i sektorit të shërbimeve në komunën Mrostar, Shpëtim Grëmi, shpreh se megjithëse situata është në kontroll, vetëm për shkak të investimeve të kryera nga komuna me të ardhurët e saj në rritjen e brendshëm të shkarkimit të ujrave të bardha, problem ngele sipas tij mungesa e garancisë për qytetarët gjatë periudhës në vazhdim. Është situata e lënë nga firma ndërtuese që bëri punimet në komunën tonë dhe këto kanalizime nuk funksionojnë më. Neve si shtab emergjence dhe si shef i shërbimeve kemi marrë masa, kemi futur një pompë këtu nga fondi jon,
për të zhbllokuar gjendjen e emergjente. Po kjo situatë kështu do vazhdoj sepse nëse firma nuk do marrë masa për të zhbllokuar ujërat e zeza, ne ky fenomen do na ndodhi gjithmonë. E keni në kontroll? Tani për tani e kemi në kontroll, po nëse shirat do shtohen më shumë, atëherë kjo pomë nuk i përballon dot këto, kështu që duam të shikojmë tani se çfarë mund të bëjmë. Kryetari i komunës u shpreh se do të njoftojë prefekturën e Qarkut për situatën problematike si dhe Ministrinë e Transporteve dhe Punëve Publike për gjendjen e vështirë të fshatit Mbrostar të krijuar nga përmbytja e ditëve të fundit. Kjo do të jetë kërkesë e përsëritur për institucionin e prefektit dhe digasenin e ministrisë në fjalë, pasi edhe disa muaj më parë është bërë një kërkesë e tillë për mos funksionimin e skemës ujërave të zeza pas përfundimit të projektit nga firma zbatuese, por që sipasi nuk u mor asnjë masë konkrete për eliminimin e defekteve të krijuara gjatë financimit, gjë e cila ka krijuar situatën alarmante në Mbrostar për banorët e përvojtur të këtij fshati vetëm nga fenomeni i përmbytjeve sistematike në vitet e fundit.